Menaxheri e artistëve dhe rekrutuesi e talenteve Rea Shena, e ftuar në një studio televizive, u pyet nga gazetari në lidhje me emrat që po qarkullojnë në rrjet, që mund të jenë banorët e mundshëm të edicionit të 5 të Big Brother VIP Albania. Një nga emrat që po përflitet shumë është edhe Kostana Morava. Si e komenton Rea? A i duhet Big Brotherit ky personazh? Gjithmonë Big Brotheri i duhet edhe personazhit edhe anasjelltas. Unë mendoj se Kostana është personazh tipik për Big Brother, sepse nuk ka as frena, as bariera. Do të bënte gjithçka për show. Është personazhi tipik i duhur, që mund të ngacmojë çdo kënd aty, mund të krijojë lojra, mund të krijojë aleanca, mund të krijojë armiqësi shumë të forta. Mendoj se do të ishte shumë interesante për Big Brother, sepse edhe brenda do të krijojë shumë situata, por dhe jashtë komenti do të jetë jashtëzakonisht i lartë për të. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.